Zonja dhe zotërin, mirëdita. Në mëngjesin e 17 janarit të vitit 1991, bota u zgjua në një epokë të re, por nuk e dinte ende. Ndërsa raketat e para Tomahawk çanin qiellin e Bagdadit, miliona njerëz nuk po shihnin vdekjen në ekranet e tyre, por një video game, një video lojë me rezolucion të lartë. Pentagoni sapo kishte shpikur një term të ri, goditje kirurgjikale. Një term i përzgjedhur me një saktësi dhe kujdes pothuajse mjekësor. Dhe pse? Sepse kirurgjia shpëton jetë, nuk merr jetë. Ai mëngjes nuk ishte thjesht fillimi i luftës së gjirit. Ishte dita kur gjuha u bë arma më vdekjeprurse se vetë plutoniumi. Sot, pas dekadash, loja ka ndryshuar, por rregullat janë të njëjta. Ju mendoni se po informoheni. Ju po bombardoheni me narrativa të dizajnuara. Dhe premtimi im për ju sot është ky: deri në fund të kësaj bisede, do ju tregoj mekanizmin e padukshëm se si një gënjeshtër e paketuar bukur transformohet në të vërtetën tuaj të vetme. Kujdes, loja është e madhe, unë do t'ju shpjegoj hap pas hapi. Dhe këtu kemi luftën e termave, luftën e narrativave dhe semantikën si armë. Jetojmë, miq të dashur, në një kohë ku realiteti nuk ekziston pa një emër. Sipas një raporti të fundit nga Chatham House, lufta moderne nuk fitohet në terren, por ke ata që e quajnë hapësira e informacionit dhe e perceptimit. Washingtoni pala numër 1 përdor terma si operacion i kontrolluar ose zbutje e kërcënimit. Këto fjalë janë dizenjuar për të qetësuar tregjet financiare dhe për të mbajtur opinionin publik brenda atij që quhet komoditeti i drejtësisë. Pala B, Irani përdor terma si rezistencë e shenjtë, dinjitet i palëkundur. Këto nuk janë fjalë as ato që zgjedh Amerika, as ato që zgjedh Irani. Janë karburant për psikologjinë e masave. Çfarë thot The Economist? Në luftën e termave e vërteta është viktima e parë, por gjuha është ajo që e varros atë. Kur Amerika thot sukses, ajo po shet siguri. Kur Irani thot agresion, ai është duke shitur moral. Pyetja nuk është kush ka të drejtë në këtë histori. Pyetja është cilin prej versioneve jeni duke bler ju që ndiqni këto narrativa. Trumpi përballë ajetollahëve ja ka dalë në mënyrë spektakolare të ndërtoj atë që quhet narrativa e spektaklit. Donald Trump, miq të dashur, nuk është një politikan klasik. Ai është një producent televiziv para së gjithash. Ai e di mirë se në epokën e vëmendjes 8 sekondëshe, njerëzit nuk duan analiza gjeopolitike, as duan analizat holla, duan të dinë kush fitoi. Nëse Trump thot goditje perfekte, kontroll total, ai ka mbyll kapitull. Ai nuk lejon asnjë hapësirë për dyshim dhe ky është qëllimi i tij. Nga ana tjetër, Irani nuk kërkon të duket më i fuqishëm ushtarakisht. Instituti Brookings analizon se strategjia e Iranit është viktimizimi strategjik. Ata fitojnë duke u dukur sikur po mbrojnë nderin kundër një kolosi të madh që është Amerika e Madhe, për të cilën ata e kanë në doktrinë. Duhet të vdes, sepse është djalli i madh i botës. Apo vdekja e Amerikës, që është djalli i madh i botës. Dhe në të njëjtën kohë duhet patjetër të përgatisin narrativën se si do të bim dakord me djallin e madh prej të cilit kërkonin vetëm vdekjen. Kjo është lufta si spektakel. Ne nuk jemi më shikues, ne jemi pjesë e skenografisë. Çdo postim në Twitter, çdo video në TikTok, në YouTube, në Facebook, është një rresht i shkruar në një skenar që synon të kontrollojë jo luftën, rrahjet e zemrës tënde kur dëgjon dhe analizon. Pse e fiton luftën ai që bind? Tani do të mbaj premtimin që ju thash në fillim. Fiton
ai që ka premtuar botën se ka fituar dhe jo që ai që fiton me ushtri. Në vitin 1968, pas ofensivës së 8-it në Vietnam, ushtria e Vietnamit Veriut u shkatërua taktikisht. Ushtria e Vietnamit të Veriut e humbi pothuajse çdo betejë, por Vietnami fitoi luftën. Pse e fitoi Vietnami luftën? Sepse Vietnami ja doli ta bind median amerikane dhe botën se Amerika nuk mundi të fitonte dhe Amerika e humbi lojën. Dhe ky është efekti i realitetit të kthyer përmbys. Sot inteligjenca MI6-it britanik dhe raportet të shumta të Rand Corporation konfirmojnë nëse kontrollon narrativën, ti kontrollon perceptimin e humbjes. Nëse njerëzit besojnë se ti fitove, ti ke fituar kapital politik, ke fituar kohë dhe mbi të gjitha ke fituar atë që është më e rëndësishmja, mendjen e njerëzve. Realiteti është i vështirë, është i pisët dhe është i paqartë. Narrativa është e thjeshtë, e pastër dhe bindse. Dhe ne, si qenie njerëzore, ne e urrejmë në thelb paqartësinë. Ne zgjedhim gënjeshtrën më të bukur përpara një të vërtete e cila është e lodhshme dhe e komplikuar. Në fund e vërteta mbetet ajo që ju thash në fillim. Nuk fiton ai që ka të drejtë, fiton ai që kontrollon mikrofonin, dritat e studios dhe lojën e YouTube-it. Dhe sonte kur ta fikni televizorin, bëjni vetes një pyetje. Ai lajmi që ju bëri të ndjeheni të zemëruar apo të gëzuar, a ishte realitet apo thjesht një produkt që dikush ju a paketoi aq bukur sa që harrua të shihni çmimin që po paguani me mendjen tuaj? Bëjeni sonte. Më dëgjuat me vëmendje deri tani? Folëm për Hormuzin që mbyllet, për raketat që fluturojnë dhe për narrativat që na i shesin si fitore. Të gjitha palët. Por tani të zbresim në bodrumin e godinës. Aty ku dritat e studiove fiken dhe ku nuk ka kamera. Aty ku lufta nuk bëhet me barut, por me shifra që të merren mend dhe të duket sikur jenë maj të 15 kaçit. Po si kur t'ju thoja se ndërsa bota po pret shpërthimin e radhës, dikush po përgatit një çek $20 miliard. Janë të shkruar aty. Jo për të ndërtuar spitale, jo për ndihmë humanitare, jo për të blerë diçka që nuk ka çmim. Kohën. Sot do të hym në laboratorin e marrëveshjes sekrete, një lojë ku Amerika nuk lëshon raketa, por lëshon miliarda dhe ku Irani nuk dorëzon armët, po dorëzon uraniumin. Dhe pyetja që do ju ndjek deri në fund të kësaj bisede është: apo blen Amerika paqe, apo po financon fundin ton? Dhe këtu shkojmë tek një moment shumë i rëndësishëm, uraniumi dhe dollari. Sipas raporteve të fundit nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore, Irani ka në duar rreth 2000 kg uranium të pasuruar në nivelin 60%. Për ata që nuk janë fizikantë bërthamor, ky nuk është uranium për energji elektrike. Ky është uranium që vlon nga dëshira për të bërë bombë atomike. Është vetëm një hap teknik larg asaj që bota i trembet më shumë se të gjitha. Arma bërthamore. Dhe këtu vjen me njëherë na shfaqet në lojë pazari i madh. Think tanku Foundation for Defense of Democracies, FDD, paralajmëron: Shtetet e Bashkuara po përgatitet të lirojnë fondet e ngrira $20 miliard në këmbim të këtij uraniumi të Iranit. Pra, skema tashmë po bëhet e qartë. Washingtoni jep 20 deri në $27 miliard, ndërsa Teherani jep disa kontenier me pluhur metalik. Donald Trump po e shet këtë si një marrëveshje të shekullit. Ka nevojë për titullin "Unë ndalova Iranin pa shkrepur asnjë plumb". Por realiteti, siç thot Foreign Affairs, është shumë më cinik. Kjo nuk është diplomaci, por është një haraç gjeopolitik që po e paguan Amerika.
Pse Irani po qesh tani dhe loja dy fisht? Mos u gënjeni, Irani nuk po negocion sepse është në gjunjë, ai po negocion sepse është mjeshtër i kohës. Ata duan parat për të stabilizuar ekonominë e tyre. Por mbi të gjitha duan lehtësimin e sanksioneve dhe njohjen ndërkombëtare të drejtës së Iranit për të jetuar pa sanksione. Sipas Institutit Sipri në Stockholm, çdo dollar që hyn në arkën e Iranit, shumë pak shkojnë, mendojnë atje në Stockholm për popullin e Iranit. Gjitha parat përdoren për të mbështetur lëvizjet proxy të Iranit. Pra, Amerika mund të paguaj Iranin që Irani të mos bëj atë që Amerika i tha që nuk duhet ta bënte kurrë. Është si të paguash një piroman që të mos i vër zjarrin në shtëpisë tënde, ndërkohë që ai e ka shkrepsën në xhep dhe ju sapo i blet benzinën. Kështu shihet edhe kjo ofertë 20 miliardëshe për heshtjen e Iranit. Dhe këtu vjen rreziku global nga një pauzë, jo nga një paqe. Kjo nuk është një marrëveshje miq. Kjo është një pauzë strategjike. Nëse kjo marrëveshje kalon, çmimi i naftës mund të bjerë përkohësisht. Tregjet do të marrin frymë dhe do të relaksohen. Trump do të marrë duart rokitjet në fushat, por çfarë do të ndodhë më njëherë të nesërmen? Dhe të kthehemi tek shtypja amerikan. The Wall Street Journal thot qartë, ne po blejmë një luftë më të madhe për nesër, duke paguar për një qetësi të rreme sot. Bota po pranon një rrezik të shtyrë. Ne po sillemi sikur po e zgjidhim problemin, ndërkohë që thjesht e kemi paketuar dhe e kemi fshehur problemin në rrugic. Nëse mendoni se kjo luftë të vendoset nga fuqia e zjarrit një rakete HIMARS apo nga numri i tankëve që e çajnë shkretirën, ju e keni gabim. Ne nuk jemi më në epokën e çelikut, miq. Ne jemi në epokën ku bombat më të rëndësishme janë minutat dhe sekondat. Do t'ju tregoj sot diçka që asnjë general nuk e thot para kamera. Problemi sot, miq, nuk është kush është më i fortë. Problemi është kush ka më shumë kohë. Ne pam se si Amerika po tenton të blej uraniumin me miliarda dollar. Pam se si Hormuzi u kthye në një valvul që rregullon tensionin e gjakut të ekonomisë globale. Por pas kësaj skeme fshihet një lojë makabre, 3 aktor, 3 kronometra të ndryshëm dhe një rrezik global që troket çdo orë si tik-tak. Premtimi im në fund të këtij 10 minuti do ta kuptoni se pse paqja që na premtohet është thjesht një bateri që po i mbaron fuqia. Dhe këtu rikthehemi tek predikimi i Donald Trumpit dhe predikimi i panikut. Donald Trump ka hyrë në këtë konflikt me një mision. Një fitore blitz, por ai ka një armik që nuk e mposht dot me postime në rrjetet sociale. Irani nuk mposhtet me postime në rrjetet sociale. Sipas një analize më të fundit nga Bloomberg Economics, çdo javë që lufta vazhdon, çmimi i naftës kërcen, inflacioni godet konsumatorin amerikan dhe populariteti i tij gërryhet si shkëmbi nga ujë. Trump nuk e ka luksin e një lufte të gjatë. Ai ka nevojë për titullin "Unë e solla paqen", përpara se tregjet ndërkombëtare të hidhen në erë dhe të kolapsojnë të gjithë. Për Trumpin, paqja nuk është idealizëm, paqja është domosdoshmëri elektorale. Ai po vrapon, ai po kërkon një dalje, një marrëveshje, një çek 20 miliardësh. Çdo gjë mjafton që ora e tij të ndalojë përpara se të shpërthej kriza ekonomike atje në zemër të Amerikës. Sepse po shpërtheu globi, do të shpërthej edhe Amerika. Tani të kthehemi tek hija perse. Nga ana tjetër, Irani po luan lojën e shahut që e ka ushtruar për mijëra vjet. Ata nuk kanë nevojë të fitojnë shpejt. Strategjia në Teheran, siç e përshkruan Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike, është rezistenca e matur, e kujdesshme, e cila fiton kohë. Irani e di shumë mirë. Sa më shumë të kaloj koha,
aq më shumë rritet presioni mbi Washingtonin. Ata nuk e kanë problem të presin në hije, të ushqejnë proksit e tyre dhe të mbajnë dorën tek rubineti i Hurmuzit. Për Teheranin, koha është aleat. Çdo ditë që kalon pa një marrëveshje përfundimtare, është një ditë më afër kapacitetit të Iranit bërthamor. Ata nuk po vrapojnë pas orës. Ata po e lën orën të punojë për Iranin, duke e ditur se Amerika do të dorëzohet e para nga lodhja, sepse Donald Trumpi nuk ka kohën që ka Irani. Dhe këtu vjen ora e Izraelit dhe Netanjahus, lufta si mbietes. Dhe këtu kemi faktorin që prish çdo ekuacion, Izraelin dhe Netanyahun. Për Tel Avivin ora punon ndryshe. Raportet e Mossadit izraelit dhe të inteligjencës ushtarake sugjerojnë se Izraeli nuk kërkon një paqe të shpejtë dhe të lirë. Dhe a dini pse? Sepse një luftë e gjatë dobëson armiqtë e tyre historik atje në Teheran. Një luftë e gjatë i detyron amerikanët të qëndrojnë të angazhuara ushtarakisht në lindjen e mesme. Dhe mbi të gjitha, një luftë e gjatë forcon unitetin e brendshëm dhe pozicionin e tyre gjeopolitik si kështjella e vetme e perëndimit në zemër të lindjes mesme. Ndërsa Trump kërkon butonin e stopit, Izraeli ka nevojë që kronometri gjeopolitik i lindjes mesme të vazhdojë të numërojë dhe të mos ndalet. Dhe këtu duhet patjetër të shkojmë tek shpjegimi i madh, që është përplasja e kronometrave. Dhe këtu vim tek mbajtja e premtimit tim më sipër. Pse bota është në tension maksimal? Jo sepse nuk ka zgjidhje teknike, ka zgjidhje, por sepse kemi një përplasje të tmerrshme interesash mbi kohën dhe kronometrin e secilës palë në Tel Aviv, në Teheran dhe në Washington. Trump e do paqen tani për të shpëtuar ekonominë botërore dhe atë amerikane se po shkon në zgjedhje. Irani do kohë për të bërë i paprekshëm. Kjo është arsye pse Irani e do kohën, ndërsa Izraeli do luftë të gjatë. Për çfarë? Për atë që ata thonë për të eliminuar kërcënimin. Kjo nuk është më diplomaci, kjo është një përplasje tektonike. Kur 3 orë të ndryshme matin të njëjtën ngjarje, rezultati nuk mund të jetë kurrë harmonia. Rezultati është kaosi që po shohim në terren dhe kaosi që kemi në mendje. Ne jemi dëshmitar të një momenti historik ku fati i njerëzimit nuk varet kush ka raketën më të shpejtë, por nga kush i ka nervat më të forta për të pritur sekondën e fundit. E nisëm këtë bisedë, të dashur miq, duke folur për luftën e termave. Vazhduam me miliardat e uraniumit dhe shkojmë tani të flasim pak për të vetmen monedhë që nuk printohet për kohën. Amerika mund të printojë $20 miliard për t'ia dhënë Iranit, kur të dojë. Irani mund të prodhojë tonelata uranium, Izraeli mund të lëshojë mijëra raketa, por asnjëri prej tyre nuk mund të kthejë prapa krepat e orës pasi ajo të ketë shënuar mes natë. Pse? Ja finale për ju është kjo. Në këtë teatr global ku secili luan me kohën e tjetrit, a do të fitojë ai që ka armët më moderne apo ai që ka durimin për të parë tjetrin teksa është duke u djegur tek ankthi i tij? Historia na ka mësuar se në luftra të tilla, ai që nxiton zakonisht bie në kurthi i parë, dhe ai që pret shumë mund të zgjohet në një botë e cila nuk ekziston më fare gjatë kohës kur ishte duke prit. Ndryshoi. Dhe këtu kthehemi tek thonjtë e Tiranës dhe pazari i narrativës këtu në Tiranë si loja e madhe. Kthehemi këtu tek laboratori ynë i vogël Buzlanës. E shihni ngjashmërinë? Edhe në Tiranë politika nuk bën marrëveshje për parime, bën marrëveshje për faktorizim. Çfarë keni parë në këto net në televizion? Ku shihni to përleshjet epike në për ekranet tuaja, grida me lelën, shihni filanin që arrestohet me bujë dhe del pas 2 orësh si hero, pyesni veten, sa kushton kjo marrëveshje? Në Shqipëri media dhe politika bipolare kanë krijuar hurmuzin e tyre. Ata bllokojnë rrugët, bllokojnë institucionet dhe prodhojnë kriza artificiale vetëm që në fund të ulen në një tavolinë dhe të ndajnë miliardat e influencës me tyre.
Ata nuk duan të rrezojnë njëri tjetrin. Ata kanë nevojë për njëri tjetrin, ndaj bëjnë parad me viktimizim për të ndërtuar heroj të ri. Filani ka nevojë që të arrestohet, që ta bëjmë martir. Hajde arrestojmë. Fisteku ka nevojë të arrestohet që të duket i fortë. Çojani policinë dhe kështu e faktorizojmë. Dhe kush paguan? Paguani ju. Paguaj unë, paguajmë në gjithë bashkë. Paguani ju me vëmendjen tuaj, me taksat tuaj dhe me të ardhmen e fëmijëve tuaj. Dhe sot pyetja nuk është do të ketë luftë apo paqe në lindjen e mesme. Pyetja sot është edhe sa kohë do të vazhdoni të blini biletat e këtij teatri ku herojt janë të rem, krizat janë të programuara dhe e vetmja gjë reale është çeku që shkruhet, firmoset mbi kurrizin tuaj. Unë jam Kresnik Osmani. Ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Abdeu. Mos shikoni gjithçka sepse të vërtetat zakonisht nuk duken. Të vërtetat nuk kanë zë, nuk janë televizionin e prime time-it, nuk janë tek bordeloja mediatike e Tiranës, as tek fokusi i saj. Kujdes. Shqipëria nuk bën përjashtim nga loja e madhe. Dhe në Shqipëri po luhet i njëjti skeç, i njëjti teatr, të njëjtat filma me faktorizim, me njerëz të cilët qajnë. Dhe që i përmend lideri i opozitës dhe lideri i majorancës me të tjerë të cilët i arreston policia shumë pak kohë përpara se dalin në televizion dhe me Fred Lelat dhe me Grida Dumët, të dy produktet e të njëjtit sistem, njëra Nora e Kelmendit e prodhuar nga Salehu i Partisë Demokratike dhe katapultuar në Top Channelin e Vjolca Hoxhës, dhe tjetri ish analist në Top Channel i cili kaloi nga Sorosi, majtas kaloi tek Sorosi i Shqupit si njeriu që projekton makinerinë e propagandës tek Salehu i Shqupit i cili bën sikur lufton me George Sorosin, por në fakt ai është produkti i tij dhe bashkë me zarët e tij, të cilët bëjnë sikur luftojnë George Sorosin, por në thelb ata ndërtojnë kultin e pathyeshmërisë së George Sorosit, duke i bindur shqiptarët sepse edhe pas fshikzës së mizës qëndron George Sorosi, pas leshit të sqetullave të Kërmillit qëndron George Sorosi, pas biletës së shtrenjtuar të autobusit është George Sorosi, pas shurrës që bëhet në lan qëndron George Sorosi, pas qafës që mbetet e palar tek ata që e kanë alergji prej ujit është George Sorosi. Kjo nuk është luftë kundër George Sorosit. Kjo është luftë agresive, mentale për popullsinë, për të ndërtuar kultin e pathyeshmërisë së George Sorosit, duke e projektuar atë si zotin që kontrollon gjithçka. Dhe ky është një mashtrim. Dhe bashkë me këtë mashtrim, vijnë telenovelat e prodhuara nga Selia e Shqupit dhe nga Selia e partisë tjetër në pushtet, anti-shqiptaria e Beogradit dhe e Rilindjes, të cilët prodhojnë heroj të ri me gaz lotësielës, të cilët zakonisht përfundojnë nëpër spitale duke i qarë sytë dhe duke u përplasur, të njëjtët Zagar dhe Zuzar, të cilët shkojnë bëjnë pazare me Oert Bylykbashin dhe me atë të korruptuarin e Rilindjes dhe bëjnë pazaret e Sali Berishës për të ndarë tortën territoriale, reformën territoriale, kodin zgjedhor sipas interesave të Salehut dhe të Edi Ramës, çiftit që nuk ndahen kurrë. Dhe pastaj arrestime nga mëngjesi deri në darkë për personazhet që do Saliu dhe Edi Rama që të faktorizohen në mënyrë që të ndërtojnë PR-in e tyre të ri, një lloj si përplasja e Lelës dhe e Grida Dumës, dy sorosianët më të mëdhenj në Shqipëri, të cilët i ka prodhuar e njëjta mitër, i drejton e njëjta mitër dhe prodhojnë të njëjtën narrativ për shqiptarët e hutuar. Kjo është e gjitha. Loja është e madhe. Dhe ju, të cilët keni ndonjë dyshim dhe mund të pyesni, po ti Kresnik, mos je duke bërë të njëjtën gjë propagandë? Propaganda është e shigjetuar nga të gjithë. Unë kam vetëm një armë, të vërtetën time, teknologjinë që transmeton nga SBA-ja, nga Amerika, e vetmja liri që kam, sepse establishmenti hajdut
i paris mediatike dhe politike të Tiranës i përcëllon shpirti nga të vërtetat e këtij kanali, të cilin ti heziton ta mbështesësh, ta çosh tek pjesa tjetër e shqiptarëve, ti bësh like, share, subscribe, sepse mendon se do të fitoj Kreshniku. Ndërkohë që Kreshniku është duke të hapur syt, po të heq syzet dhe po të ndriçon rrugën. Dikush mund të bie dakord, dikush tjetër përvëlohet nga brenda sepse nuk e bën dot atë që po bën Kreshniku, e dikush është duke u përcëlluar sepse Kreshniku po ja hedh me bombë atomike narrativat e tyre të pista, të ndyra, të këtyre të Tiranës, të cilët nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm marrin leksione nga loja e madhe dhe i përdorin të njëjtat skema këtu në Tiranë për të mashtruar ty, mua dhe të gjithë popullin e thjeshtë. Me ne nuk do të munden, sepse ne kemi këtë dritare që na vjen nga qielli dhe ka lejen e qiellit të teknologjisë dhe të atyre që e krijuan këtë dritare. Nuk kemi leje. Nuk kemi nevojë për leje nga Edi Rama, nga Zuckerbergu, as nga Salehu i Shqupit. Kemi nevojë për leje nga Zoti që krijoi qiellin, universin, hapësirën, dhe nga ata që krijuan atje në qiell internetin dhe lejen, dhe certifikatën, dhe dëshmin, dhe licencën për të folur të lirë kundër regjimeve autokrate dhe autoritare, kundër diktatorëve, hajdutët që shkatërrojnë popujt e tyre për të blerë pushtet në lojë ndërkombëtare të shumë të komplikuar të lojës kombeve, në tregjet ndërkombëtare shumë të komplikuara të lojës kombeve. Unë jam Kreshnik Osmani. Ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes së Adeu. Çojeni këtë video pjesës tjetër shqiptarëve, bëni like, share, subscribe dhe mos harroni asnjëherë dhe kur mos e hiqni nga mendja. Shqyqyr që ka Zot. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve shihemi në darkë.